Romët në fshatin Grabian, në njësinë administrative me të njëjtin emër, kanë kaluar natën e ndërrimit të viteve pas një ndihmë ushqimore nga Bashkia Divjak dhe Drejtoria e Ndihmës Ekonomike. Pas një telefonate drejtuar redaksisë së televizionit Apollon, ne shkuam në terren për të dëgjuar nga afër shqetësimet e komunitetit rom. Sipas banorëve, për festat e fundvitit, shumë familje të këtij komuniteti që jetojnë me skamjes dhe mungesës së kushteve minimale janë lënë jashtë listave të ndihmës. Ata akuzojnë institucionet për shpërndarje selektive dhe mungesë transparence. Në një komunikim telefonik për televizionin Apollon, drejtuesi i njësisë administrative Grabian, Julian Zela, sqaroi se janë ndihmuar 12 familje, por pranoi që numri i përgjithshëm i familjeve në nevojë në këtë zonë është shumë i lartë. Banorët u shprehën të revoltuar duke theksuar jo vetëm mungesën e ndihmave, por edhe kushtet e rënda të jetesës, mungesën e investimeve dhe të pastrimit në lagjet ku jetojnë. Ata kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të trajtohet me dinjitet. Jam ndihmuar fare, unë kam 6 vjet pa grua, jam i vetëm në shtëpi, s'kam asnjëri, vajta që undanja 10-15 familje këtu, kush kishte shoqëri mori, kush nuk kishte. Unë që s'kisha që jam i vetmuar, në shtëpi nuk mora. Plus në Grabian shikojnë vetëm punë të tyre. Këtu është bërë për dynjaja. Asnjëri nuk interesohet për Grabianin. Na erdhën ndihmat këtu, vajta, i thash atyre, edhe nuk më ndihmuan me asnjë. Kam gocën këtu me 3 fëmijë, i çojmë në shkollë, edhe nuk i kam ndihmuar. Ato mbledhin me kanaçe që po hajnë bukë. Edhe unë, familja ime, që nuk kam as asistent, as ndihmë, as një gjë. Një djalë që e kam Itali, pa punë, pa gjë. Edhe unë nuk kam ndihmë as ekonomike, nuk më ndihmon asnjë, pakot nuk kam marrë. Kanë marrë të gjithë të Grabianit, unë s'kam marrë. Vajta te kryetari, i kam thënë që unë janë ndarë pakot, i vajta Kozmajt, edhe i kam thënë, po unë qa jam? A i më tha mua, i ke uli në Divjak. Unë nuk isha numër telefoni, vajta te zyra i kam thënë asaj që i këtha në Divjak, tha, edhe sqarova atij për pakot, tha. Nuk kanë ndihmuar fare. Drejtori i ndihmës ekonomike, a e ke takuar dhe i ke bërë këtë lloj kërkese që ne kemi vajtu për ndihmë ekonomike, nuk na se ikim nga një herë më grim neve, kthehemi del sistemi dhe na i heqi ndihmë ekonomike. Vim neve vetëm që t'i bëjmë prapë, t'i përsërisim, ata nuk na ndihmojnë. O s'ka patu. ku do t'i bëni thirrje? Thirrje t'i bëjmë ati Divjakës. Aty qa është ai i madhi ati, që është i madh. Për atë bëj thirrje unë, që shtëpitë nuk na i bërën mirë shtëpitë. Shtëpitë pikojnë të tëra. Lekti hëngër për vete ato që ishin të bëdhej ati. Drejtoria e ndihmës ekonomike, a ka verifikuar familjen në nevojë këtu në Grabian? Jo. A keni përfituar në ndihmë? Jo, s'kemi përfituar asnjëherë, ka nevojë ndihmat aty edhe në smorëm. Zonja Breushi, Po. ju kaluat natën e ndërrimit të viteve. Pas ju jeni një familje në nevojë. Po. A u ndihmon nga institucioni i Bashkisë Divjakës? Jo. Nuk e bërë ndihmë asnjëherë, unë jam invalide, kështu s'ka marrë asnjëherë ndihmë. As me rastin e Jo. Dek marrë që u po, jam invalide po. Erë ndihma dhe morën tjerë aty ke zyra. Po. Unë jam qyrit, burrin e kam invalid, vetë jam invalide, një me ndihme nuk hahet. Dhe ha që ko, unë jam pa shtëpi, që bie shtëpia, që bie jashtë mirë brada. Po kam unë.